Rikthehemi sërish në studio, do të flasim tani për pensionet. Kryeministri Rama ka prezantuar skemën e re të rritjes pensioneve që parashikohet një rritje çdo muaj, kjo përtej indeksimit, por si është pritur ky vendim nga vetë pensionistët. Me mua në studio është bashkuar Vladimir Dushniku, aktivist, pensionist. Faleminderit zoti Vladimir që me mua. Faleminderit juve. Si e pat ju vendimin e qeverisë që parashikon rritjet pensioneve çdo muaj përtej indeksimit, dhe kjo do të fillojë që nga janari viti 2026. Për mua dhe për të gjithë pensionistët, të paktën ata 537.000 pensionistë që marrin më pak se 200 euro në muaj dhe që janë mbi 70% e pensionistëve të gjithë Shqipërisë, kjo është një spektakël i radhës, një mashtrim i radhës, një karamele e radhës, po në një formë tjetër. Me pensionistët po luhet karnavalet e Rios. Po na tund lulkat dhe nga i bonus i famshëm i fund vitit, tani na gënjen gjoja çdo muaj, tamam si fëmijë. E them këtë, sepse çdo vit ky nhes nga një lulkë, nga një karamele. Dhe media, politikanët, qeveritarët, edhe ata opozitarët, merren tash mas kësaj, si puna ati konës vogla që bajnë për shtëpi dhe hedhin topin, edhe konja los mas topit. Kështu ka i hedh ky çdo vit bën një gjë të tillë ky. Ky është mjeshtër. Mjeshtër i mashtrimit, mjeshtër i propagandës. Por ky të lë barkun bosh. Pse e them këtë? Duhet jepet fund talljes me pensionistët. Por mua, të gjitha qeverit, po sidomos ky si mjeshtër, ky ndaj këtyre pensionistëve që thash 537.000 pensionistë, ky po bën genocid. Me plot kuptimin e fjalës në bazë të përcaktimit që i bën Konventa e OKB-s e vitit 1948. Përkeqësimi i kushteve të jetesës që rrezikojnë jetën e njeriut, kjo është 200 euroshi. Sepse ne kemi bërë pyetje edhe në protesta, edhe në çdo rast tjetër. Pse nuk i përgjigjesh pyetjes? A janë të mjaftueshme 200 euro për një të moshuar, që problemi kryesor i të moshuar nuk është ushqimi, që flasin për shportën. Shporta është një falsitet, është një tallje. Nuk është kjo. Sa shkojnë shpenzimet e një pensionisti në muaj? Varet. Nuk shkojnë ushqimet, shkojnë mjekimet, shkojnë banat, shkojnë analizat, shkojnë shtrimet. Shumica atyre, gati 20% i përballon shteti, të tjerët i përballon pensionisti. Më duhet të bëj një rezonancë magnetike. Shteti thot mas 6 muajsh. Mas 6 muajsh unë do ketë vdekur. Unë tjeti, se varet nga sëmundja. Unë ai s'do pres, do vete privati. Po këtu është, nuk është dhënë zgjidhje një pyetje që është e thjeshtë fare. Njerëzit japin kontribut të rjetën. Ne kemi dhënë kontribut të rjetën. Çfarë më garanton ky kontribut që kam dhënë unë? Kur më siguron mua shëndetin apo një pension digjitoz? Asgjë. As sot nuk flasin. Pra 35 vjet rresht, gjithmonë hidh një karamele. Deri në vitin 2029 pensioni mesatar urban 400 euro. Pra nga 270 që është tani. Nuk është i mjaftueshëm? Vetë përcaktimi mesatar është mashtrim. Është tallje. Çfarë do të thonë mesatare? Unë jam 100 vjeç, një djalë është 80 vjeç, u bëm 120, të dy bashkë që kemi 60 vjeç, Kështu që janë nga punë. Unë ha një viç, një tjetër ha një kofsh, të dy bashkë pas kemi rënë gjysmë viçi. Ç'është kjo mesatare? Kujt i duhet kjo mesatare? Çfarë shëben? Përveç propagandës. Nuk duhet përdorur kjo në pensione, në shëndetësi, në marrëdhënie njerëzore. Ç'është kjo mesatare? Ç'është kjo? Nuk hyn këtu kjo. Mesatarja hyn në biznes. Sa kemi fituar si vjet të muaj, sa muaj tjetër. Po jo jetë njerëzore, në pensionet, në shëndetësi. Pse e them këtë? Pse e thash që bëhet genocid? Bëhet genocid. Çfarë më garanton mua pensioni që kam paguar?
Pse o thot tani punojnë pagoni kontributet? Pse i thot? Pse i thot kur nuk të garanton që kur dalësh pension do marrësh këtë sasi lekësh? Pse ja kërkon? Nëse ti s'ja garanton, mos ja kërkon me ligj. Le ta derdhë secili në bank, ata përdorin se si do i qevi tia, edhe ti marrë kur ka nevojë. Pse duhet derdhë te kyja? Prandaj kjo s'është ishte rregull, po pse ka vajtur drejt këtu? Këta nuk japin do përgjigje. Këta thonë, s'kemi lek të rrisë pensionet. Po nuk thonë, ore, pse s'ka lek? Dhe pse nuk rriten pensionet? Asnjëherë si japin përgjigje kësaj pyetje. Pse nuk rriten? Nuk është thjesht pse s'ka lek. Po përgjigja e saktë, e reale, e fjalës e kryeministit, nuk kemi lek, nga gjeti lek tash që po i shton këtë lek. Pra mashtrim, bonsi që do japin fund vitit tjetër, nga gjeti ky. Po pse nuk janë rritur mendoni? Mungon vullneti? Dëshira? Marrin më të thjeshtë një çështë më kardinalja në këtë politikë kriminale të gjitha qeverive, po ky e ka ngritur në pjedestal. Se ky ju urren pensionistët. Ky ju quan qenie që sot janë, nesër do ikin. Pensionisti nuk pret më të pasnesmen për t'i dhënë ti lek, për t'i dhënë ti shërbim. Ka pensionist nesër mund t'ikin në kjo jetë. Ç'është kjo do mbushun ato planifikimin tim, objektivet e mia në 2030. Mbaj ti objektivet e tua. Po jeta e pensionistët nuk ka objektiva. Ai mund të vesi nesër, mund të vesi pas nesër. Kur ti si e blek, as për të shqyr dhe as për shërbime mjekësore, atëherë çfarë? Kujt të duhet edhe që ti 2030? Po thuaj më njëri, në 2050 do merrni nga 4 milion lekë në xhep secili. Thuaj, futja kot. Se s'gjet as pensionist nga ka, ose shumica e njerëzve zohen në atë kohë. Asa i vetë zohet. Ku di unë se çalloj propaganda, se çalloj ky s'ka pikën e dhimbësërisë për pensionistët, për njerëzit në tërësi. Tani asnjë nuk e thot. Asnjë nuk e ka thënë. E kam thënë 2-3 herë këtë që po them tash. Ky thot, s'ka kaq ke kontribuar, kaq lek do marrësh. Unë hedh poshtë me neveri këtë lloj përkufizim, këtë slogan që përdorin këta. E përdorin edhe ekspertët. Gazetarët e ekonomisë që hiqen si ekspert, po gjithmonë flasin për anën avokat të qeverisë. Shikojnë ligjin edhe zbërthejnë ligjin. Po unë zbërthej jetën e qytetarit, e pensionistit. Tani, kaq kontribut ke dhënë. Marrin thjesht pensionistët. Këta pensionistë që janë sot, që marrin sot pensionet, këta i kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Nuk është ai kontributi i thon këta, kaq rrogë ke marti, 2.000 lekë, 3.000 lekë merrte ai qytetari, por ai ka dhënë një kontribut madh. Gjithçka pasuritë kombëtare që janë gjendur mbi tokë e nën tokë në vendin tonë janë djersa, mundi, gjaku i këtyre pensionistëve. Ky është kontributi. Lutem shumë këta deputet e ministra e rrogtar që janë mbas 90-s, çfarë kontributi kanë dhënë që sot marrin nga 5-6 milion lekë rrogë? Me këtë matet, jo me ato teknicienet. Se kështu e ka bota, kështu bën llogari bota. Në Shqipëri, realiteti në Shqipëri ka qenë ndryshe nga e gjithë bota. Se këtu ka qenë çdo gjë me rroga shtetërore. Që nga kooperativa, fshatarit i numëronin 3 pula, kishte 3 pula, ai numëronin 3 pula. Sa duhet të jetë një pension që të jetë dinjitos? Ja ta them unë, ajo është e fundit. Është e fundit, pse kjo ka munguar deri tash. Pra, gjithë kontributi i pensionistëve ka qenë gjithë pasuria. Edhe kjo pasuri është ndryshe nga gjithë pensionistët e gjithë botës. Se kudo në botë, minera, pusët e naftës, hojkurudhat, hidrocentralet, i ka bërë një pronar, 1 miliarder, edhe ai punëtori ka punuar atje dhe ka marrë kontributet, ka marrë pensionin ku nga dalë. Pra është pronë e pronarëve, e miliarderëve. Kurse Shqipëri, këta pensionistë që janë sot, ja ka lënë të gjithë popullit, pronat të gjithë popullit. Pra nga shfrytëzimi i gjithë pasurive, duhet përfitojë i gjithë populli shqiptar. Të parët pensionistët që janë krijuesit, shfrytëzuesit dhe i ka lënë në dispozicion 10 apo 100 brezave të ardhshëm. Pra s'ka punuar për vetë, ka punuar edhe për brezat e ardhshëm. Po tani, ma një shembull konkretisht. Një djalë është martuar, ka babain dhe nënën.
Është një shtëpi që e ka ndërtuar babaj, apo e ka blerë babaj. Tani mund të thotë ky djalë që ti baba ti kaq pension merr. Mish nuk takon të hash, që kësu të hash. Po mirë me këtë shtëpi që ky fleku, kush e ndërtoi? Kështu dhe pasurinë kombëtare. Ne kemi ndërtuar pasurinë kombëtare, ky thotë unë s'kam lek thotë ai. Po ti pse ke 6 milion rrogën edhe beneficat e tjera? Një kjo, e dyta. Thelbi i kontributit është duke shumë i qartë, duke analizuar punën e fshatarëve, e ish kooperativiste. Shumica në atë kohë, para 90-s, kanë qenë të punësuar në fshat. Ai fshatari është bërë llogaria e tij pensionit 2-3.000 lekë, ne nga fshatat e veriut, nga malet, edhe 5-6 lekë. Këta thonë, në Shqipëri ka ekzistuar diktatura më e ke komuniste në botë. Dakor? Po këtë diktaturë se ka mbajtur kurriz vetëm ata që ka qenë për burgje. Po kanë mbajtur edhe fshatarët, punëtorët, etj. Se ti thua lufta klase dhe talloni, po talloni populli e vujtite. Atëherë do vlerësuar tamam kjo punë. Fshatari, shiko që kontribut ka dhe fshatari. Fshatari merrte rrogën në muaj 2.000 lekë. Shumica e prodhimit të fshatit ushqente gjithë qytetin. Gjithë qytetat, gjithë fshatrat, gjithë Shqipërinë. Mbushishin rezerva shtetërore që ishin të gatshme e të afta për të ushqyer popullin në rast lufte për 5 vjet. Edhe ushtrinë. Për 5 vjet ishte djesha dhe gjaku i këtyre fshatarëve që janë paguar me 2.000 lekë në muaj. Që këta nuk e quajnë kontribut. Cilësia më e madhe e prodhimeve të fshatit shkonte për eksport. Vilesh valutë e madhe me të cilën blihesh lëndë parë për ekonominë, por blihesh edhe pajisje për fabrika, uzina, kombinate, Pra kontributi ka qenë i gjithanshëm dhe jo vetëm tek detyrime. Jo ta bëjmë më konkretisht që ta dëgjojnë dhe ata, po ta dëgjojnë dhe këta ekspertët dhe këta politikanët e ri tani që flasin mbroshlla flasin. Asnjëherë nuk flasin këto që po them tani, asnjë si ka përmendur. Se sullim se dje, flasin teorician, nuk e di se punën e kujt bëjnë. Po e kanë hequr kurriz. Po të pyes babain tënd, gjyshin, hallën, gjanin, tezën, i ka vënë në kurriz këto që po them unë sot. Edhe do t'i miratojnë këto që them unë. Tjetër, bini tërmetet, bëheshin përmbytje, kooperativat çonin punëtorët. Ja pagonte kooperativa, punëtorët hakun, jo shteti. Tjetër, ishin detyruar të merreshin një pjesë të materialeve, llaç, tulla, tjegull, drasa të tjerë, të ndërtoheshin, të rindërtoheshin shtëpitë e përmbytja. Pra këto ishin gjithë nga goja e popullit. Po ushqimet që merrte nga kooperativa shteti dhe ja jepte qytetit nuk i pagonte lek. Ishin plan shteti, megjithëse kooperativa ka qenë pronë e grupit. Nuk i pagonte. E qartë. Edhe fundit, shkonin në zbor, dhe 25 ditë zbor. Ditë e zborit ja pagonte kooperativa. Përveç se asaj që këta largoheshin nga puna për 25 ditë. Jedin mund të ishte pik prodhimi. Hiqishin, pra edhe prodhimi dëmtohesh, edhe lek ja pagonte kooperativa. Prandaj ka dalë 2.000 lekë. Po pse me këtë logjik, pa lekë këto aksionet, shkon në aksion për e kurudha e tjera, prap janë lekë hequra nga jo. E qartë, zoti Vladimir, se janë shumë të rëndësishme për të përmendur të gjitha, patjetër, por për të mbetur tek aktualiteti se më e rëndësishme në këto momente është që vërtet ketë një rritje pensionesh dhe jo kjo loja që thoni ju që bëhet me pensionistët. Sa duhet jetë një pension që ju t'jeni të kënaqur, jo për të kënaqur ju, por që të përbushin nevojat tuaja mujore, shëndetësore, sociale, për të ushqyer e për gjithë shka tjetër. Unë nuk i përmendam kot, to që thash tash. Në qoftë se këto nuk vlerësohen, nuk merren parasysh kontributi që kanë dhënë pensionistët, këtij shteti, edhe aq më tepër nga ato pasuri kombëtare, në qoftë se të burgosit, ish të burgosit, shteti i dëm shpërbleu me miliona, po mirë, ta fshatarët, se kanë me 50.000, 60.000, 70.000, po këta, se kanë marrë kurriz diktaturën, ka hequr bukën në gojët më. Prodhonte gruan fshatari, ka ngrënë bukëmisë, gruan hanë të qyteti. Çfarë? Ky është diskriminim. Ai sistem ashtu e bënte, ashtu e ordonte, po ti tash që vendose që ai sistemi ishte kriminal, ishte diktatorial, kishte tallona. Ti tash prap luftë klasësh po bën, tallonin e ka vënë. Pse këta pensionistë nuk janë me tallon? Do marrin me 200.000 lekë, 200 euro, çfarë do marrin? Tallon kam. Atëre mund të kishe lekë, s'kishe ushqim. Tani s'ke lekë, ushqim ka plot. Kujt i duhet? Hyn në qendër sani, ajo, qendër çfarë ajo?
supermarketet, sikur hynë të varrezën omazhe. Shush, s'ka lek ai pensionisti shet. Prandaj që thuash sa do të jetë, duhet marrën këto parasysh. Pensionisti duhet paguar për kontributin që ka bërë. Jo për ato lek. Ato lek ka qenë të diktaturës komuniste. Tani ti mos i llogarit me ata. Sepse edhe përvoja që është marrë nga linja, është marrë së prafti. S'ka pas lidhje fare ekonomia me ata. Ata ka qenë 80% privat, e gjithë tro. Ati asu prek fije floko nga ekonomia. Këtu u shkatruar çdo gjë. Prandaj, siç u shkatruar çdo gjë, është politika armiqësore, antishqiptare. Ata duhet ta paguajnë atë ku të gjejnë lekët. Sali Berisha, Ilir Meta, Fatos Nano, edhe ky, Edi Rama. Këta duhet ta paguajnë. Jo të marrin nga 5-6 milion, edhe mbushur me lygota floriri ato buxhet ato. Sa ka qenë rritja më e madhe, zoti Vladimir, që është bërë? Sa ka qenë më përpara në qeverisjet e kaluara, qoftë edhe në qeverisjen e zotit Berisha? Sa ka qenë rritja më e madhe që është bërë për pensionet? Tash kush i mand ato përpara? Ky ka viti 13 që është në pushtet, si ka rritur asnjëherë pensionet. Asnjëherë. Ky ka mburrin më të mëdha. Ky thot ka suksese. Ky thot, ja, i tha ajo komisionerja e Bashkimit Evropian. Sot. Ky tha arritet pa shembull. Ku është shef kjo të pa shembull më? Ku është shef? Në hotele dhe në restorante luksoze? Apo në një vend tjetër që i ka pëlqyer kësaj? Ku i shef kjo të pa shembull? E kam thënë edhe një herë tjetër. Këta të Bashkimit Evropian që lepdrojnë për sukseset më dhaja, që i pas ka plotësuar kushtet ky Edi Rama. Ku i morën këto të vënë ata? Nga Edi Rama apo nga populli? Patjetër nga Edi Rama, se populli s'ka dashur as ta dëgjojnë. Ne ky sta dëgjoj për 8 protesta para kryeministisë, nuk ta dëgjoj. Tani thotë do bëj reformë në pensione. Ti do bësh reformë në pensione, ti urren pensionistët. Ti pas gjojt atë të vujtërin, ti e gjoja i ditur ti, ti e shejtan, nuk e i ditur ti. Duhet të gjosh hallet e pensionistet. Tjetër, i them Bashkimit Evropian, prap pyetjen e dytë, kur e nxitët dhe rrëzuat diktaturën më të egër komuniste në botë, kë pyetët, Ramizalin apo popullin? Me siguri popullin, se Ramizalin se ka pyetur. Atëherë sot, pse se pyet popullin, po pyet diktatorin Rama? Shiko, logjika. Pra, është si prafti kjo punë. Populli shqiptar, në mënyrë të veçantë, pensionistët kanë ngelur në shi. I kanë lënë zvarr, i kanë përbuzur, i kanë praktisur. Edhe tani thot ai, atë del pensioni tyja. Ku t'ja thua këtë? Të përgjigjet qeveria, a janë të mjaftueshme 200 euro e më pak për të jetuar një pensionist, një i moshuar, se ka dhe tjerë që s'janë pensionist. A i dalin. E qartë. Më falë, nuk ka një statistikë, po t'jetë një qeveri kjo që e do popullin e vetë. Do të ketë një statistikë për të gjithë shtreset e popullsisë, por në veçantë edhe për fëmijët, po sidomos për të moshurin. More, çfarë përbërje kanë këta? Çfarë probleme kanë këta? Kanë shtëpi, s'kan shtëpi. Me kë jetojnë? Vetëm me gruan apo pa gruan, me fëmijë apo pa fëmijë. Kanë shtëpi as kanë shtëpi. Çfarë ardhosh kanë? Me çfarë jetojnë? Çfarë gjendje shëndetësore kanë? Po ti unë kam parë në Amerikë, më po të shikosh aty internet, ai ka edhe në fe familjet se si ndajnë. Sa të martuar, sa të çifte, sa treshe, sa kace, edhe fëmijët. Zoti Vladimir, se jemi në minutat e fundit, faleminderit shumë. Ne do të kemi të tjera hapësira së bashku për të folur për këtë temë që është shumë delikate në fakt edhe shumë e prekshme, sidomos për ju pensionistët. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.